Ushtria shtetërore e Kosovës është shpëtimtarja, mund të them unë, e popullit shqiptar të Kosovës, e cila i ka mbledh djemt më të mirë. Faza e parë e luftës ka qenë kjo përmes burgosjeve, përmes veprimeve ilegale, e cila siç e dim të gjithë, ata një pjesë e dërmuese e tyre e kanë ndikuar ose ka dhënë kontributin që mu formu edhe kjo ushtria shtetërore e Kosovës, se e dim gjithë kur, kush edhe qysh është formuar kjo ushtri. Edhe pa ushtrinë shtetërore të Kosovës, unë mendoj që Kosova nuk kishte mujt mu liru, sepse as nuk është, si më thonë, serbët nuk kanë ardhur këtu me mirë kuptim, por kanë ardhur me fuqi, kanë ardhur me ushtri, kanë ardhur me armatime. Prandaj edhe vetëm kështu kanë mund dalin. Kështu që ushtria shtetërore e Kosovës është shpëtimtarja, mund të them unë, e popullit shqiptar të Kosovës, e cila i ka mbledh djemt më të mirë, më të guximshëm, edhe që ka qenë domosdoshme për me qenë dikush tek kësaj kategorie. Ju dini që ushtria shtetërore e Kosovës ka qenë e ushqyer për popullit. Ka qenë, si më thonë, ka marrë fuqi, kuraje ka marrë për popullit, sepse ka kanë shku, i kanë prit mirë, i kanë trajtu, si më thonë, edhe kanë pasë një lloj respektit veçantë për këtë kategori ose për këta njerëz. Tash unë mund të them, në Rahovec, ushtria shtetërore e Kosovës ka ardhur fillimisht me 26 prill, edhe ju dini, ndoshta qysh ka ardhur deri aty kur kanë dalë me marrë armatime nga hoq kësaj te ura e Landovicës pak më kënej, edhe ata hetohen, edhe tash shtabi i joni parë është bërë në Drenovc. Ai shtab pastaj ka reflektu me një entuziazëm çuditërisht të madh, sepse për me tash llogariti për shembull populli shqiptar çaq i përvujtur, çaq i hekun keq, edhe merrni këtë guxim, apo di pa droje i bashkohet ushtrisë shtetërore të Kosovës. Edhe tash kjo masane ka reflektuar te na poshtë. Domethënë tash nëse ki parasysh ku është Drenovci, Ratko, Simalsia Vogël, Gegja, Çifllaku, ato Pataqani, Fortesa ato, domethënë të gjithë kanë qenë aktiv me dhënë kontributin për ushtrisë shtetërore të Kosovës, sepse vetëm të ata te kjo kategori e kanë pa, si më thonë, shpëtimin nga Serbia.